Ambasada e Zvicrës në Kosovë ka reaguar pas publikimit të një lajmi edhe në mediat në Kosovë ku pretendoi se Zvicra hap dyert për 85.000 vende pune për t'u huajt me paga deri në 6.500 euro dhe sipas reagimit të ambasadës zvicerane, ky informacion është i rrem dhe kuotat për shtetasit e vendeve të treta, pra shtetet jo Schengen, mbeten të pandryshuara për vitin 2026. Kujdes nga lajmet e rreme. Kohët e fundit mediat sociale dhe gazetat online kanë përhapur pretendime se Zvicra po hap tregun e saj të punës për 85.000 punëtor të huaj. Këto raportime janë të rreme, është thënë në fillim të reagimit të ambasadës zvicerane. Më pas theksohet se siç thuhet në njoftimin zyrtar për shtyp të 19 nëntorit 2025, Këshilli Federal Zviceran ka vendosur të ruajë kuotat ekzistuese për shtetasit e vendeve të treta, shtetet jo Schengen për vitin 2026. Një maksimum prej 8.500 punëtorësh dhe specialistësh të kualifikuar nga vendet e treta mund të rekrutohen në Zvicër vitin e ardhshëm. Kjo përfshin 4.500 leje qëndrimi B dhe 4.000 leje afat shkurtra L, ka shtuar reagimi i ambasadës së Zvicrës në Kosovë. Kujtojmë se reagimi i ambasadës zvicerane vjen pasi disa media, përfshirë edhe disa në Kosovë, kishin raportuar se Zvicra po planifikonte të punësonte rreth 85.000 persona nga jashtë, duke përfshirë mjek, inxhinier, specialist IT dhe personel shërbimesh hoteliere me paga që arrin deri në 6.500 euro në muaj. Lajmet përshkruanin një nevojë urgjente për staf të kualifikuar në spitale, hotele dhe zyrat e inxhinierisë zvicerane dhe sugjeronin aplikimin përmes agjencive të burimeve njerëzore si një rrugë të shpejtë punësimi.